Teksa në ndajnë vetëm pak orë nga nisja e procesit të votimit, KZAZ 16 Nomat ka shpërndar materiale zgjedhore në qendrat e votimit. Komisionerët e 47 qendrave të votimit u paraqitën në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor 16, që është vendosur në Pallatin e Sportit Ferit Hysa të qytetit të Burrelit dhe bën tërheqjen e materialeve zgjedhore për votimet e së dielës. Janë rreth 26.700 qytetarë me të drejtë vote që kanë mundësinë të zgjedhin të dielën mes 3 kandidatëve që garojnë për drejtuesin e ri të Bashkisë Madh, Altin Bojni nga Partia Socialiste, Eduard Brahilika i pavarur që mbështetet nga opozita dhe Suzana Pasha i pavarur. Në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2023 kanë marrë pjesë në zgjedhje për kreun e Bashkisë Madh 13.961 qytetarë, ndërsa në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë ushtruar të drejtën e votës 13.169 qytetarë. Shpërndarja e materialeve zgjedhore u bë pa probleme, ku nuk u konstatuan mungesa në dokumentacion apo probleme të tjera që lidhen me komisionerët. Të dielën e 9 nëntorit qendrat e votimit do të hapen në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 18 të pasdites.